U shënua dita e komunitetit bosnjak në rajonin e Pejës. Me këtë rast, përfaqësues institucional si dhe qytetar bosnjak kujtuan ditët e vështira në të cilat kaloi në përshekuj ky komunitet, ndërsa disa fjalë rreth simbolikës së kësaj dite tha kryetari i Partisë Bosnjake SDA Numan Balić. Dragi musafiri, ili ako hoćete dragi gosti, kako vam je draže, Dita Bosnjakëve është data 28 shtatori, ndërsa viti kur vendos mbajtja e kësaj feste është viti 1993. Para 19 viteve në Sarajevën e shkatoruar e në Bosnjën e sulmuar të gjakosur nga agresioni, kur edhe bosnjakët u larguan nga vendi i tyre. Në Sarajevën e tillë është mbajtur kuvendi i parë i komunitetit bosnjak, ku vendoset të mbahet emri popull bosnjak me fe musliman e gjuha që do të flasin të jetë gjuha e Bosnjës. E pranishme në shënimin e kësaj dite ishte edhe kryesuesja e Asamblesë Komunale të Pejës Arbresha Ajdinin Albani. Ajo me këtë rast uroi komunitetin bosnjak. Ju dëshiroj çdo të mirë dhe në të ardhmen edhe më mirë ditën e bosnjakëve. Më vjen mirë, është nder i madh që më ftuat në këtë ceremonial. Ndërsa një falënderim për bashkëpunimin e shkëlqyer që ka komuniteti bosnjak me institucionet e komunës së Pejës, shprehin nën kryetari Safet Zoranić. Poštovani predstavnici opštine Peć, shfrytëzoj rastin që në këtë ditë të shënuar për komunitetin bosnjak të falenderoj institucionet qeverisëse të vendit që kanë bërë të mundur pjesëmarrjen e komunitetit bosnjak në drejtimin e shtetit, po ashtu edhe shkollimin arsimimin në gjuhën amtare, nga se kështu komuniteti bosnjak ruan traditën, kulturën dhe identitetin tonë. Gjithashtu urime në shënimin e kësaj dite për komunitetin bosnjak dha dhe Gani Toska nga iniciativa e qytetarëve rom të Kosovës. Në emër të komunitetit rom, ju dëshiroj që në të ardhmen të keni edhe prosperitet më të madh, edhe aktrime më të mëdha, edhe jetë më të mirë dhe më të begatshme. Dita e bosnjakëve është data 28 shtator, ndërsa viti kur u vendos mbajtja e kësaj feste është viti 1993.